Një grabitje e planifikuar ndaj një të moshuari në Borshë është parandaluar nga ndërhyrja e policisë së Imarës, e cila ka arrestuar 3 persona të dyshuar si autor të ngjarjes. Në pranga kanë rënë Elkshi Xhemali, 25 vjeç, Knidi Truja, 23 vjeç dhe Antonio Cani, 19 vjeç. Sipas grupit hetimor, 3 të rit kishin mbajtur në nënvëzhgim për disa ditë banesën 70 vjeçarit, me qëllim grabitjen e parave që ai mbante në shtëpi. Dyshohet se gjatë natës autorët kanë hyrë në banesë dhe kanë përdorur dhunë ndaj të moshuarit, duke e kanosur me një armë zjarri të improvizuar në përpjekje për t'i marrë kursimet. Për analizimin e planit, të rit kishin siguruar edhe një automjet me qëra tip Mercedes-Benz, i cili u gjet dhe u sekuestrua nga uniformat blu si provë materiale. Gjatë kontrolleve dhe verifikimeve të kryera pas arrestimit, policia konstatoi se një prej të dyshuarve, 19 vjeçari Antonio Cani, kishte shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Kjo masë i ishte vendosur më herët nga gjykata pas një procedimi penal për posedim të lëndëve narkotike. Materialet hetimore janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme, ndërsa hetuesit vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe rolin e secilit prej të dyshuarve në tentativën e grabitjes.